unë kam pas diskutimet e mia me zotin Berisha për të iniciuar këtë ide të kësaj tryeze dhe besoj që është rruga më e vlefshme që palët ulen dhe diskutojnë. Po për fatin e keq, do të thënë, shoqëria shqiptare vuan shumë nga paragjykime të cilat ju nuk janë thjesht paragjykime, po fshehin vetvete tendenca për të krijuar vatra të ndryshme pushteti. Ajo që aktorët politikë të opozitës nuk duan ta kuptojnë ose nuk e kuptojnë, është një opozit e përqarë, në fundit është një shërbim në pushtetin e Edi Ramës. Këtë kam thënë përpara zgjedhjeve. Vajtja opozitës e përqarë në zgjedhje bëri që Edi Rama mori më shumë se sa 8 mandate që i takonin, qofse do t'i konsideroj ato zgjedhjet manipuluara të drejta. Për shkak të efektit votave të cilat nuk theshin mandate. Dhe përsëri kjo tendenca që jam unë është për ndërtuar kasolle dhe për të prishur kala. Ne po prishim atë që shtëpia shqiptare për ndërtuar disa kasolle të disa individëve. Dhe kjo është absurde. Në qoftë se ka një rregull politik është që ti do të shkosh në qasjen tënde politike, brenda një sistemi elektoral, brenda një lëvizje politike për të ndërtuar peshën tënde. Peshën e dikujt tjetër ti nuk e redukton me faktin se ulesh apo nuk ulesh me të. Unë kam një parim që më mirë një kundërshtar i mençur se sa një ortak budalla.